Për dekada të tëra, psikologjia na ka thënë një gjë: ne gabojmë, shpesh. Por çfarë nëse? Çfarë nëse i gjithë ky këndvështrim është paksa jo i plot? Një mendimtar, Gerd Gigerenzer, guxoi të bënte një pyetje radikale. Po sikur inteligjenca jone vërtet të mos qëndrojë te llogaritjet perfekte, por te diçka krejt tjetër. Pra, ja ku është pyetja kryesore. A jemi ne thjesht të programuar për të gabuar? Ideja popullore na shes si disa llogaritës të vegjël me defekte, plot me paragjykime dhe gabime të pashmangshme. Por a është vërtet ky gjithë tregimi? Gigerenzer do thoshte as pak. Kjo pamje është thellësisht e mangët. Ky është këndvështrimi tradicional. E dini, ideja e famshme e heuristikave dhe paragjykimeve. Në thelb, na përshkruan si statistikan amator që vazhdimisht devijojnë nga rruga e logjikës së pastër. Por Gigerenzer bëri pyetjen e thjeshtë, apo e përdorim standardin e dur për të gjykuar mendjen njerëzore. Dhe këtu gjithçka bëhet e qartë. Nga njëra anë, kemi këtë supermen të logjikës, racionalitetin e përsosur, dikush që di gjithçka, ka kohë të pafund, fantastike, por jo reale, apo jo. Dhe nga ana tjetër jemi ne, me informacion të cunguar, me kohë të limituar. Gigerenzer thot: stop, kjo nuk është një dobësi, ky është realiteti, kjo është pika jone nisjes. Dhe pikërisht këtu shfaqet Gigerenzer, duke përmbysur plotësisht këtë ide. Ai na thot: mjafti gjykuat peshkun nga aftësia e tij për t'u ngjitur në pemë. Bota reale nuk është një laborator, dhe ne nuk jemi llogaritës me defekt. Jo, ne jemi mjeshtra të mbijetesës në një botë të rrëmujshme, duke përdorur shkurtime gjeniale. Dhe kjo na sjell te fjala kyçe, heuristike. Harrojeni çdo gjë negative që keni dëgjuar. Për Gigerenzerin, një heuristik nuk është një gabim, nuk është dembelizim mendor. Mendojeni si një thik zvicerane për mendjen, një mjet i specializuar që heq qëllimisht informacionin e parëndësishëm për të arritur te thelbi shpejt. Pyetja e vërtet bëhet: kur funksionon kjo thik? Shikoni këtë shembull. Është perfekt. Imagjinoni një menaxher që duhet punsoj dikë. Mundësia A: mbytet në një det me të dhëna, duke u përpjekur të vlerësoj 10 kandidatë sipas 25 kritereve. Një makt apo jo? Mundësia B: metoda e Gigerenzerit. Përdor një rregull të thjeshtë por të fuqishëm. Më trego qartë për arritjet e tua. Nuk mundesh? Je jashtë. Ky rregull i thjeshtë shpesh funksionon më mirë se një analizë stërholluar, sepse fokusohet tek ajo që ka vërtet rëndësi. Dhe kjo na sjell te mandraja e Gigerenzerit, ideja e tij me famshme: më pak mund të jetë më shumë. Prisni pak, si mund të jetë më mirë të kesh më pak informacion? Sepse në një botë plot pasiguri, informacioni i tepërt shpesh është thjesht zhurmë. Një rregull i thjeshtë mund të jetë më i saktë pikërisht sepse injoron zhurmën dhe kap sinjalin. Okej, por lind pyetja: si e dim kur një shkurtore është e mençur dhe kur është thjesht budallallëk? Dhe këtu arrim te ideja më e madhe e Gigerenzerit. Inteligjenca nuk është diçka që e matim në një dhomë bosh. Ajo ka kuptim vetëm në kontekstin e botës reale. Ky koncept është zemra e gjithë teorisë së tij. Racionaliteti nuk është thjesht diçka që ndodh brenda trurit ton, është një vale midis mjeteve që kemi në kokë dhe strukturës së problemit që po përpiqemi të zgjidhim. Një çekiç është një mjet budallaq për të prerë një domate, por është mjeti perfekt për të ngulur një gosht. E njëjta gjë vlen edhe për mjetet tona mendore. Mendoni për një zjarfikës që hyn në një ndërtesë që digjet. A ka kohë të bëjë llogaritje komplekse? Sigurisht që jo. Ai përdor sinjale të thjeshta, lëvizjen e tymit, zhurmat e çuditshme, nxehtësinë në këmbë për të marrë një vendim jeta-vdekje, duhet të dalë tani. Ky rregull i shpejt është thellësisht racional, jo sepse është perfekt, por sepse i përshtatet në mënyrë të përsosur mjedisit, ekologjisë së një ndërtese në flak ku shpejtësia është diçka. Pra, çfarë është intuita sipas Gigerenzerit? Jo, nuk është magji, nuk është ndonjë fuqi mistike. Është inteligjencë e pavetëdijshme. Është një uri e fituar nga përvoja, e kompresuar në një ndjenjë të brendshme. Truri ynë dallon modele që ne nuk i vëmë re me vedije. Kjo është arsyeja pse intuita e një eksperti është kaq e fuqishme. Ajo është ndërtuar mbi mijëra orë praktik dhe reagime reale. Por le të jemi të qartë. Kjo nuk është një histori e thjeshtë ku Gigerenzer është heroi dhe të gjithë të tjerët e kanë gabim. As pak. Ky është një debat i zjarrt intelektual dhe ka kritika shumë të forta ndaj kësaj pikpamje optimiste.
Dhe ja ku vjen kundërpërgjigja nga gjigantët e fushës, Kahneman dhe Tversky. Ata në thelb thanë: Gerd, ti po sulmon një version të shtrembëruar të punës son. Argumenti i tyre ishte se këto gabime sistematike, këto paragjykime, janë reale. Ato janë si iluzionet optike, edhe kur e di që janë aty, prap i shef, nuk mund t'i heqësh qafë thjesht duke riformuluar problemin. Dhe kritikët nuk ndalen me kaq. Ata bëjnë disa pyetje shumë therse. Për shembull, a nuk po I bëjmë paragjykime të zhduken thjesht duke I rietiketuar si të përshtatshme? Dhe a I përdorim ne vërtet këto rregulla të thjeshta dhe të pastra, apo mendja jonë është më e ndërlikuar se kaq? Dhe pika më e fortë, pse njerëzit me inteligjencë më të lartë I shmangin më shpesh këto gabime? Kjo e fundit sugjeron fort se ato janë vërtet gabime. Por Gigerenzer ka një as nën mëngë, një nga zbulimet e tij më të famshme. Kur u jep njerëzve një problem statistik të vështirë me probabilitete abstrakte, si 0.1%, pothuajse askush nuk e zgjidh dot, rreth 4%. Por ndrysho formatin, thuaj ju atyre 10 në çdo 10.000 njerëz. Papritur, performanca hidhet në 24%. Kjo tregon se mënyra se si e paraqesim informacionin ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Por, dhe ky është një por I madh. Skeptikët menjëherë do të thoshin, fantastike, u hodh nga 4% në 24%. Por kjo do të thotë që ende 76% e njerëzve nuk e zgjidhin dot problemin. Pra, edhe pse formati ndihmon, problemi themelor I arsyetimit mbetet ende aty. Nuk është një plum magjik. Atëherë, ku na lo kjo? Të bllokuar në mes të një betejë titanësh? Ndoshta jo. Ndoshta pyetja e gabuar është kush ka të drejtë? Ndoshta mësimi I vërtet është diçka më e thellë. Dhe kjo na çon te metafora më e mirë për të kuptuar gjithë këtë debat. Mendoni përmendjen jo si një superkompjuter me një program të vetëm, por si një kuti mjetesh përshtatëse. Ajo është plot me vegla të ndryshme. Dhe kjo e ndryshon plotësisht lojën. Detyra e vërtetë e inteligjencës nuk është të vendosësh nëse intuita është më e mirë se analiza, apo anasjelltas. Jo. Detyra e vërtetë është të dish se cilin mjet ta nxjerrësh nga kutia për problemin e caktuar. Të dish kur të llogarisësh me kujdes dhe kur të besosh te një ndjenjë e brendshme e trajnuar. Të përshtatësh mjetin me mjedisin. Ky është thelbi I të qenit I mençur. Dhe kështu, e gjithë kjo nuk është thjesht një debat akademik, është një ftesë për ne. Herën tjetër që gjendeni përballë një vendimi të vështirë, ndaloni për një moment. Mos pyesni vetëm cila është përgjigjja e saktë. Bëni një pyetje më të mirë. Çfarë lloj problemi është ky dhe cilin mjet nga kutia ime duhet të përdor për të?